Ajo që Darwini nuk dinte për syrin njerëzor e habiti dhe e mërziti atë. Por ajo që ai nuk dinte për të, na shtang ne sot. Le të flasim për këtë. Doktori Jeffrey Simmons ka shkruar një libër të titulluar Ajo që Darwini nuk dinte. Në një kapitull, ai përmbledh tiparet strukturore kryesore dhe funksionet e syrit. Syri njerëzor përmban 70% të receptorëve ndijues të trupit. Dr. Simmons thot, sugjerimet vizuale janë kritike për çdo veprim që kryejmë. Ko më parë, ato na ndihmonin të shpëtonim një grabitqari, të gjenim një frut të pjekur, të shmangnim një umner ose të gjenim rrugën për në shtëpi. Ndërsa sot, ne mund të rëndisim një listë me mira nevoja vizuale. Ai thekson, Darwini zbuloi se kompleksiteti i syrit ishte aq i tmerrshëm sa që ai kishte frikë se sfidonte teoritë e tij. Edhe syri më i thjesht i aftëson kafshët një qelizore të dallojnë ndryshimet në dritë. Trupi njerëzor përmban me miliarda qeliza dhe sytë tanë na japin aftësinë të dallojmë qindra ngjyra, të identifikojmë forma të shumta, të lexojmë shkrimin më të vogël dhe të ngasim makinën me siguri, duke na treguar imazhe të përditësuara disa herë në sekond. Dr. Simmons tha se natyrës për të zhvilluar një organ të tillë do i duhej një hap evolucionar i madh dhe shumë faqesh që kundërshton teorinë e zgjedhjes natyrore. Cili detaj specifik i syrit e habiti më shumë Dr. Simmons? Përgjigjja e tij e përgjithshme është: çdo aspekt anatomik, kimik dhe psikologjik i syve tanë sugjeron dizenjimin. Së pari, vendosja e syve duket si e menduar në mënyrë të përsosur. Ata janë vendosur brenda një zgavre me kocka që i mbron ata nga shumica e dëmtimeve. E megjithatë, dalin para mjaftueshëm sa që të japin një pamje horizontale të gjerë. Vetëm 1/6 e kokordhokut të syve është e dukshme, ndërsa pjesa e mbetur është mbrojtur nga kafka. Syt janë larg njëri tjetrit mjaftueshëm sa që të sigurojnë një perceptim tridimensional të thellësisë dhe ata lëvizin një lloj, kështu që ndjekin të njëjtin objekt në lëvizje. Miliona qeliza mbulojnë funksionin e brendshëm të çdo syri, si receptorët fotokimik që konvertojnë valët e dritës në impulse elektrike që përçohen drejt trurit me një shpejtësi prej 300 km/h. Pjesa vizuale e trurit seleksionon, organizon dhe analizon këto impulse në 1/1000 e sekondës. Dr. Simmons e shet dizenjimin inxhinierik edhe tek qerpikët dhe vetullat. Qerpikët dhe refleksi i mbylljes së tyre i mbron syt nga coprat e vogla që fluturojnë. Vetullat na mbrojnë nga shkëlqimi verbues dhe pengojnë djersën që të pikojnë në sy. Por syri ka nevojë për lubrifikim. Kjo është e vërtetë, por djersa nuk është lëngu i duhur për të lubrifikuar atë. Doktori shpjegon, syt tanë mbahen të lëngësh dhe pothuajse pa mikrobe nga disa qendra të vogla lakrimale që ndodhen përgjatë buzës së jashtme të çdo kapaku të sipër. Këto qendra nxjerrin një lëng viskoz që lëviz ngadalë poshtë dhe përmes syrit drejt një kanali të brendshëm dhe të vogël loti dhe thahet në vendkalimet hundore. Kur një objekt i huaj futet brenda syrit, atëherë syri menjëherë prodhon një lëng për ta nxjerrë atë jashtë. E njëjti lëng sjell proteina për syrin dhe oksigjen për kornean. Përse nuk e merr kornea oksigjenin që i duhet nga enët e gjakut, ashtu siç bën edhe pjesa tjetër e trupit? Sepse nëse kornea do ta merrte oksigjenin nga enët e gjakut, atëherë ato do të bllokonin pamjen e saj. Kështu që një lëng transparent e furnizon atë me oksigjen. A kanë lotët ndonjë qëllim të dobishëm? Po, ata kanë disa qëllime të dobishme. Kjo është arsyeja pse lotët dalin në 3 forma të ndryshme. Njëra formë e pajisur me lubrifikimin dhe mbrojtje, forma tjetër është e lidhur me trishtimin dhe tjetra me lumturinë. Secili nga këto lloj lotësh del nga një vend i ndryshëm. Përmban përqendrime të ndryshme kriprash, përmban raporte të ndryshme proteinash dhe rrjedh në ritme të ndryshme. Kështu për shembull, lotët emocional kanë 21% më shumë proteina, duke marrë me vete çdo kimikat që prodhon stres. Kjo qenë ka arsyeja pra sepse njerëzit ndihen më mirë pasi kanë qarë. Të paktën, kjo është pjesë e arsyes. Ai thekson edhe qëllime shtesë për lotët dhe pjesët e lidhura me syt.
Pa lubrifikim të vazhdueshëm, sytë tanë do të thaheshin dhe do të zinin kore. Pa enzimat që vrasin bakteret, ne mund të kishim infeksione të vazhdueshme. Dhe pa aftësinë për të mbyllur sytë tanë, ata do të mbusheshin me gjëra të ndryshme dhe shumë shpejt ne do të verboheshim. Çfarë thot tjetër Dr. Simmons në lidhje me atë që nuk dinte Darwini? Poja fakti që 6 muskuj lidhen me çdo sy, i bën ata të aftë të lëvizin në pothuajse çdo drejtim. Vendodhja e syve është afër pjesës së sipërme të kokës, duke siguruar një përparësi, duke na aftësuar të shohim në distanca të largta. Sytë e vendosur në kokë zvoglojnë edhe kohën e transmetimit drejt trurit, gjë që mund të shpëtojë jetën e një personi në një rast urgjent. Ne folëm për anën e jashtme të syrit, por çfarë thot Dr. Simmons për anën e brendshme? Ana e brendshme është edhe më komplikuar. Bebja e çdo syri funksionon si një eçar e një aparati fotografik të sofistikuar, duke u ngushtuar për të mbrojtur retinën, atëherë kur drita është shumë e fortë dhe duke u zgjeruar për të na aftësuar të shohim në dritë të zbetë. Drita hyn në sy përmes një shtegu që përfshin një shtresë transparente mbrojtëse të quajtur kornea, një lëng zbutës në dhomën e mëparshme dhe pastaj lentet dhe trupin qelqor dhe gelatinor. Një tjetër tregues i dizenjimit është fakti që lentet e syve rregullojnë fokusin e tyre automatikisht, ndërsa ne shohim objekte afër apo larg. Nëse e kuptova siç duhet, e gjitha kjo është një përgatitje për ta çuar dritën më në fund në retinë. Atje grumbullohet imazhi dhe përçohet më tej në tru. E ke kuptuar shumë saktë. Dr. Simmons thotë se retina funksionon si një rrotull filmi që ndryshon vazhdimisht. E përbën nga 7 milion qeliza të ndjeshme ndaj dritës për llogaritjen e ngjyrave, 125 milion qeliza në formë cilindrike për përshtatjen e errësirë dhe 1.2 milion qeliza nervore që mbledhin informacion të pafundëm. Të dhënat pastaj përçohen tek nervat optik në qendër të retinës. Pra, qelizat e ndjeshme ndaj dritës na aftësojnë të shohim ngjyrat kur ka dritë mjaftueshme, por qelizat në formë cilindrike sigurojnë një sistem rezerv në mënyrë që ne të shohim bar dhe zi kur drita është shumë e dobët që ne të shohim ngjyrat. Kjo është saktë. Ai vazhdon. Kur sytë tanë janë të hapur, një rrymë e një trajç me informacioni udhëton drejt trurit. Dikush mund ta krahasojë këtë proces me një turm prej 1 milion fëmijë shkolle që bëjnë foto të pafundme me aparat qasti dhe pastaj u dorëzon një grup i mësuesish që marrin vendime të menjëhershme për to. A nuk ka nevojë retina për një sër ndryshimesh kimike në mënyrë që të përçojë këtë informacion vizual drejt trurit? Po, Dr. Simmons jep diçka që ai e quan rendi i panumërt i thjeshtëzuar i ndryshimeve kimike që ndodhin vetëm në qelizat e retinës. Lista përfshin faktin që drita shkakton ndryshime strukturore në retienën e pigmentit të fotove. Drita vën në veprim transducinën dhe fosfodisterazën dhe syri adaptohet në situata të ndryshme duke mbyllur kanalet e natriumit dhe duke bërë një numër hapash të tjerë të koordinuar. Dhe gjitha kjo ndodh në mënyrë kaq precize dhe të shpejtë saqë ne mund të ecim me shpejtësinë e autostradë të sigurt se sytë tanë na japin informacionin e duhur brenda sekondës. Sot ne përmbledhëm një kapitull të librit mjekësor të Dr. Jeffrey Simmons, ajo që Darwini nuk e dinte. Ndërkohë që ai jep detaje në lidhje me dizenjimin prej inxhinieri, që është ndërtuar brenda syrit njerëzor, ai etiketon pjesën e këtij kapitulli si çdo aspekt të lë të nënkuptosh dizenjimin. Në fillim të kapitullit, Dr. Simmons thotë: edhe hapat e parë në zhvillimin primitiv të neuroneve të dobishme për të kapur dritën, do të kishin përfshirë një numër të madh mutacionesh të qëllimshme. Ai e përfundon kapitullin me këto fjalë: çdo aspekt i pamjes sugjeron një dizenjim me qëllim. Argumentat që favorizojnë evolucionin kërkojnë hapa gjigant besimi ose, për të mos thënë miliona hapa, disa në vargje, disa në paralele, pra hapa shumë të ndryshëm. Këto përfshin hapa që kanë nevojë të seleksionojnë ngjyrat, të përcaktojnë distancat, të vlerësojnë lëvizjen, të japin kuptimin e gjithë imazhit dhe të iniciojnë një përgjigje.
por disa shkencëtarë besojnë se këto përmirësime vijnë gradualisht, një ndryshim në kohë. Dr. Simmons u përgjigj. Hapat individual gjatë rrugës do të ishin të kotë dhe nuk do t'ja kishin dalë vetë pa një plan themelor. Çdo hap është aq i varur tek shumë të tjerë, saqë mutacionet e izoluara nuk mund të kishin shkaktuar të gjitha ato në të njëjtën kohë. Madje, edhe shkaktimi i disa prej tyre do të sillte një rend mutacionesh shumë me fat. Një shekull e gjysmë më parë, Charles Darwin shkroi: "Sot, syri më fut ca ethe të ftohta. Ai nuk mund të gjetë dot një rrugë se si proceset natyrore mund ta kishin krijuar atë dhe kishte frikë se kompleksiteti i syrit do të minonte teorinë e tij." Po, dhe ato ethe ishin të bazuara në kuptimin e pjesshëm të syrit që ai kishte në vitin 1859. Një shekull e gjysmë më vonë pas Darwinit, shkencëtarët kanë zbuluar se syri njerëzor është shumë më i ndërlikuar se sa ai mund ta kishte imagjinuar. Kështu që nuk është për t'u habitur. Pse shumë shkencëtarë pranojnë se ka kuptim për ta të besojnë se një perëndi i zgjuar, krijues, ka dizenjuar dhe ndërtuar syrin.